Shëndetje profesor. Përshëndetje Venar. Si e? Mirë, faleminderit, mirë. Jo e zakonshme, unë zakonisht jam mësuar të vozisi, po tash ti vozitën, unë jam ka pjesa tjetër. Kur jemi te vozitja, është unë ta marr një përshe, që t'jemi në një nivel me mënyrën se ti si folën. Se ti folën shumë shpejt, edhe ndonjëherë mikën ajo që çka do të thush. Po pjesë e karakterit, normalisht, se di, unë jam edhe matematikan, ha? Ato që folin shpejt edhe mendojnë shpejt. Pra matematika ndoshta më ka çu që të mendoj pak më shpejt dhe ka ngel shprehi që edhe të flas më shpejt ndoshta. Po pjesë e karakterit, është pjesë e pandryshueshme e karakterit njeriu. Unë kam qenë shtull, kur keni qenë ju profesor, 2010-2013 kam qenë student i komunikimit edhe kolegët që i kisha në fakultetin e IT-s ose çfarë do fakulteti që ju i keni dhënë mësim, thëshin snopqa, ndonjëherë edhe me respekt, po edhe me droje. Pse prej profesori një ndër më të mirët për matematik në deputet, në politik. Pa, që fillimisht ti e the droje si profesor tash. Drojen e bën ndoshta edhe lënda. Sepse interesant është, ka një filozofi, një çështje të menduarit të njerëzve, një frikë ose një droje nga matematika që shumica e njerëzve janë mësuar të thonë nuk më shkon matematika. Unë nuk them ashtu, nuk është puna se nuk më shkon matematika, matematika është një shkencë që mundet të bizotrohet me punë sistematike, hap pas hapi, atëherë bëhet shkenca dhe lënda më e lehtë. Po ja që njerëzit disa thonë, unë gjarpri dal përpara, për matematikën mos më nxjerr përpara. Ndoshta ajo droja është për shkak të lëndës, po jam i sigurt që të gjithë studentët të cilët kanë pas punë prej së afërmi, domethënë gjatë mesit të semestrit, nga fundi i semestrit, jam i sigurt se kur kemi pas mundësi të rrëfehemi, të bisedojmë, të shkëmbejmë mendime e kështu me radhë, nuk kam mbetur student që ka pas droje. Jam i sigurt në atë qëllim, ta mund të mirëni mendimet dhe opinionet e studentëve. A është e vërtetë se matematika ju shkon veç profesorëve? Jo, ne kemi talente të jashtëzakonshme të matematikës. Ju bini që fëmijët të talentuar, ato që e kanë gjenin e matematikës, që e kanë talentin, kreativitetin dhe intelektin matematikor, ato mbrin shumë më shumë edhe se profesorët. Sepse në për garat të ndryshme olimpiadat matematikore, ka detyra që në shumëtin rasteve nxënësit e talentuar i zgjedhin, po profesorët s'u zgjedhin. Kështu që nuk është e vërtetë se vetëm profesorët e dinë. Pra ke nxënës dhe fëmijë të cilët kanë talent dhe kreativitet jashtëzakonshëm dhe të cilët zgjedhin probleme të cilat profesorët nuk mund t'i zgjedhin normalisht. Detyrën matematikore që e ka bëj kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, a e bën ti? Cila detyrë që s'më kujtohet? Ndras zeje se ka bëj një detyrë. S'më kujtohet. Do ta çoj mbas emisionit. Nuk besoj se Albin Kurti faktikisht ka qenë matematikan i mirë, se ai ka kryer elektroteknikën në Kosovë. Në atë kohë fakulteti i elektroteknikës ka pas shumë probleme matematikore dhe sipas informacioneve që i kam, Albin Kurti ka qenë ekselent edhe në lëmin e matematikës. Këtë nuk e kam parë, se di, më çoj. Po, ta çoj. Tash prej profesionit në profesionin e ri, si politikan, thjesht partinë brenda si e keni, a shoja, a jon shtu hala? Me shve, tash janë minusu? Jo. Dëgjoj, ASH-ja është një parti dhe një simbolik shumë e rëndësishme në shqiptarët maqedonisë. Pajtova. Dhe kemi një emër të shkëlqyeshëm, Aleanca për shqiptarët. Pra shumë veta dhe shumë parti, shumë lëvizje politike e kanë lakmi të kenë atë emër dhe ne kemi obligim që kjo të trashëgohet tek të rinjtë, tek gjeneratët e reja dhe të mbajmë në nivelin më të lartë të mundshëm. Pra unë çdo herë kam konsideruar ASH-n si një parti që është ide përballë shtetit, kupton, përballë pushtetit, që është morali përballë institucioneve të shkatruara, të degeneruara, institucioneve të kapura. Dhe ne çdo herë kemi pretenduar të bëhemi streh e gjithë atyre shpirtrave të pakënaqur. Dhe ashtu edhe kemi vepruar, shve, ti më pyete në fillim prej profesorit në politikë. Politika ka qenë një risi për ne. Unë jam gjenerata e tranzicionit. Shve,
Unë kam qenë zënës në kohën e ish Jugosllavisë, në kohën e ish sistemit komunist venhar. Dhe normalisht në atë kohë ne çdo herë si tri kemi parashtuar shumë pseja përpara vetes dhe kemi munduar të japim përgjigje atyre psejave. Për shembull, ai sistemi i vjetër faktikisht bënte diferencime, njerëzit cilëshin prej pune për shkaqe qesharake dhe ne pyetnim atë pse. Për shembull, ndodhi një rast në Gostivar me 10 arsimtar, mësues dhe intelektual që u nxorën prej pune sepse kanë marrë pjesë në varimin e një personaliteti në fshatin Raven, i cili në atë kohë etiketohet themi prej me fjalorin e pushtetit si irredentist, nacionalist, separatist. Ai realisht ka qenë patriot. Normalisht për ne shqiptarët ka qenë patriot, po parashtonim pyetjen si mundet, pse ka shku në vorim të japë një nder, të përshëndetet për një personi, ti të nxirresh për punë. Ose në kohën time, kur isha nxënës shkollën fillore, u soll një vendim për paralele të përzime në gjimnazë shkollat e mesme. Paralele të përzime ku shqiptarët dhe maqedonisët do mësoheshin në gjuhën maqedone. Normalisht, neve na pritte shkolla e mesme gjimnazi dhe ne duheshte të mësojmë maqedonisht nëse vazhdonte ajo. Dhe kemi mësuar, kam mësuar një vit maqedonisht. Dhe parashikonim pyetje pse shqiptarët duheshin të mësojnë maqedonisht, maqedonisët mos mësojnë në shqip. Dhe këto na kanë detyruar, dëshirojmë apo nuk dëshirojmë ne që të interesohemi për politikë. Dakor? Okay. Dhe normalisht erdhi demokracia, ne menduam se disa gjëra do të ndryshojnë, ndërsa dhe në politikë kemi marrë pjesë, domethënë me shokun tim të fëmijërisë Arben Taravarin, kemi qenë një herë u aktivizuam në Rinin Demokratike Shqiptare, pra Rinin e Partisë Demokratike Shqiptare, pastaj ishim antar kryesisht qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare kur kryetar parti ishte Indjeri Arber Xhaferi. Okay. E pastaj kishim një pauzë. Unë kisha një pauzë 3-14 vjeçare. Arben Taravari u zgjodh si sekretar i Aleancës për Shqiptarët dhe vetë më troqi edhe mua dhe në vitin 2017 u kyça edhe unë aktivisht në Aleancën për Ku është shoku i edhe ti? Po kemi pas një lidhje faktikisht prej Foshnjërës kemi qenë bashkë, shkollë fillore bashkë, kemi pas një lidhje të afërt shoqërore. Pra jo domethënë kështu që e njohim njëri tjetrin jashtëzakonisht shumë. Pra ajo fjalia popullore dim si marrin frym njëri tjetrin dhe ne kishim një mision pra. Çfarë ishim mision venar? Domethënë ne dëshironim që të ndryshojmë status quo-n. Prandaj u kyçëm sepse BDA ishte në pushtet gjatë kohë. Sepse popullin e kishte kapluar ajo ndjenje defetiste. Pra ishte mbështjellur me atë ndjenjen e defetizmit. Sepse unë shpesh kam përdor them kur një i ri për në mëngjes zgjohet me atë ndjesin që ky pushtet do shkatrojë të mirat publike. Pra do betonizojë hapësirat publike, parqet. Do ndodhet një skandal korruptiv, do ndodhet një aferë korruptive kështu me radhë. Çka pret i riu dhe e reja humbë shpresën. Dhe çka kërkon? Kërkon që ta gjejë shpresën tjetër kundi. Dhe mendon se në shtetet e jashtme, Gjermani, Austri, Zvicër, do të gjejë atë shpresë, prandaj atë shpresë dhe prandaj është shpërngulje e madhe. Dhe qëllimi ishte ta mbështjellim këtë mbështjellje defetiste. Arritë qëllimit? Shve, në fillim kishte një entuziazëm jashtëzakonisht madh. Në farforme ne ishim një shpresë, dakor, një shpresë kapilare. Pra ne një farforme nisëm ngadalë ta kullojmë mendjen e njerëzve që të nisin të mendojnë ndryshe, të nisin të flasin lirshëm. Pra edhe qëllimi është që njerëzit të flasin. Dhe kur nisin të flasin për tematikat, ato vetë bëhen aktor. Pra jo njerëzit të bëhen spektator në vend që të bëhen aktor të dramave, të fateve tona. Kuptoni se ashtu ishte situata. Dhe ne për shembull kishim disa të arritura. Gruevskin e rrezuam ne. 3 deputetët e Aleancës për Shqiptarët ishin faktor vendimtar për të rrezuar të regjimin e Gruevskit, të cilin konsideroheshëm si regjim. Pra VMRO shkoi. Pavarësisht se ne një farforme dështuam në arritjen e qëllimit, në jetë ishte i pastër. Pse? Për kohë shkurt ne dolëm prej qeverie. Pra kur pan që unë mendoj se këtë kanë bërë qarqet maqedonase më shumë. Në atë kohë ndoshta i ka shku përshtatje dhe BDI-s, por qarqet maqedonase nuk dëshirojnë që të ketë një parti shqiptare e pastër, një parti shqiptare e përgjithshme, një parti shqiptare që primare e ka interesin kombëtar dhe shqiptar përpara interesave individuale dhe grupore. Dhe neve të themi na nxorën prej qeverie, Por pastaj në vitin 2020 fituam një sasi të konsiderueshme të votave bashkë me Alternativën. Natën e përfundimit të zgjedhjeve ishim barabartë me numrin e deputetëve, që kujtohet 12-12. Të nesërmen u ndru rezultati. 15-12. E vërtet. Po ne edhe bëm një opozitarizëm të fuqishëm në atë kohë.
Po përsëri ishim shumë konstruktiv. Ne ishim vendimtar që u votoi propozimi Prespës, ha? Ne ishim vendimtar për propozimin francez për ndryshimet kushtetuese. Bile për të bërë trysni VMRO të VMRO-s që sepse VMRO-ja në atë kohë mendonte që ka një parti e fuqishme opozitare në opozit, ne hynëm edhe në qeveri për një kohë të shkurtër për të bërë trysni që të bëhen ato ndryshimet kushtetuese për të arritur atë qëllimin eurointegrues. Mos harrojmë edhe në ata fat kur e rrëzum Gruevskin në atë periudhë të shkurtë. Ne ishim ato, atëherë ishte Zjedin Sela kryetar partie, Arbeni ishte sekretar gjeneral ende. Ne ishim që e sollëm ligjin për gjuhë, ne e kushzuam hyrjen në qeveri me ligjin për gjuhë që është aktual sot, ligji aktual, për cilin atë shumë debatojmë. Si mos ishte kurzimi i Aleancës për Shqiptarët, ai ligji nuk të sillej, të sillesh një variant tjetër. Dhe normalisht problemi ndodhi kur gjatë kohës së pushtetit ne vendosëm që Arbeni ishte kryetar partie, pra Arben Travari ishte kryetar partie, vendosëm që t'i bashkohemi opozitës shqiptare, pra që të ndryshojmë këtë status quo, që të vije një garniturë e re politike, që të vije një garniturë ndryshe, pra duke menduar që do të ecim disa punë ndryshe, ta rënojmë atë status quo, ha? A erdhi ndryshimi? Jo, fatkeqësisht nuk erdhi. A keni gabu? Tash keni gabu. A keni gabu? Unë mendoj që për momentin e sektorit nuk kemi gabu, sepse ishte një potesë që e ringjallja që diskutojnë paraprakisht atë shpresën e madhe të qytetarëve, kupton se mund ndodhet ndryshimi. Dhe ne e bëm ndryshimin, faktikisht shumë bëdhen në opozit. Edhe kjo nuk ishte gjë e vogël që pas 28 viteve ta çosh Bashkimin Demokratik për integrim në opozit. Ne e quam, arritëm atë qëllim. Po ja që marrëveshjet që e bëm me VMRO të Komunën dhe Mickovskin faktikisht nuk u realizuan. Aq më tepër që erdhi në shprehje ajo dogma, ajo mentaliteti Maqedonasve. Pra VMRO-ja me atë propagandën e saj që në kohën e BD-s shqiptarët kanë pas shumë, me vërtet në atë kohë kishte më shumë ministri, pra shqiptarët kishin ministrinë e financave, kishin ministrinë e punëve të jashtme, edhe kryeministri teknik u bë shqiptar, dhe ato me angjesin Maqedonia e Maqedonasve nisën të nëpërkëmbin dhe të luftojnë kundër shqiptarëve në përforme. Pra nuk ishte një partneritet, unë them shpesh, nuk ishte raport forcash, po VMRO-ja sillej si raport fuqie, sepse kishte atë fuqinë e numrave në parlament, bashkë me Znamin, mbi 60 deputet, e kështu me radhë dhe nisi të sillet si raport fuqie. Dhe unë kam qenë i pari, si koordinatori i grupit parlamentar në Vlen, një emision publik thash që në qoftë se vazhdon në përkëmbje interesave shqiptare, ne do dalim nga qeveria. Dhe gjithë nisën të na përqeshin. Si dia e mban mend ti Venara gjë, ë? Po e di. Edhe Mickovski nisi të na përqeshë, po normalisht ne jemi serioz, ne kemi pak dinjitet dhe normalisht ne dham shans, për shkak se për 6 muaj duhet të ndodhin ndryshimet kushtetuese, nuk ndodhen. Dham shans ndryshimeve kushtetuese që nuk ndodhen. Bile u hoq edhe balansuesi, pra ne kemi qenë për heqjen e balansuesit, po kemi menduar që ai duhet të shkojë paralelisht me sjelljen e ligjit për vlerësim drejt barabartë. Po e hoqën balansuesin, bile kishte tentativë e shfuqizimit edhe të ligjit për gjuhët në gjykatën kushtetuese, që është ende në sirtar. Dhe ne tham stop, nuk shkojnë kështu punët. Dhe ne dëshirojmë të bëjmë një presion edhe VMRO-t VMRO-s, edhe Vlenit, po fatkeqësisht Vleni vazhdoi të jetë në pjesë e pushtetit, vazhdon kështu tek kësaj dite. Deri sot nuk e kemi arritur qëllimin, po ne nuk dorëzohemi. Ne do vazhdojmë të jemi ajo shpresë kapilare, do vazhdojmë të mundohemi të takullojmë mendjen e njerëzve, dhe vazhdojmë që të tentojmë ta mbështjellim atë mbështjelljen defetiste që e ka kaplu populli, po tash përsëri prej opozite. Sepse kur thuhet tentativa politike dhe gjithë partitë politike luftojnë për pushtet. Ne 2 herë kemi dalë për qeveria. Dhe tash çka të bëjmë ne më shumë si trysni, si presion me metoda demokratike, sa të themi popullit na falni, prej qeverie ne me këtë forcë që e kemi, nuk mund të realizojmë premtimet që kemi dhënë dhe dalim në opozit. Sepse unë them shpesh, ne fituam një kredit prej popullit. Krediti ishte jashtëzakonshëm. Edhe Mickovski fitoi një kredit. Dhe ne duhet të bëjmë një audit, një revizion të asaj që çka kemi thënë, çka kemi premtuar dhe çka kemi realizuar. Ne fatkeqësisht nuk arrinim që të realizojmë asgjë prej atyre premtimeve. Dhe çka të bëjmë në pushtet? Të qëndrojmë vetëm të gëzojmë ato ministrit drejtori që i kishim? Jo.
Pra, ne dëshirojmë të japim një sinjal që pushtetin nuk e shohim me çdo kush për ty pushtet për të bërë një qef, si mendoj unë, që të jemi spektator, thash, por ne dëshirojmë që me të vërtet bëhemi aktor të proceseve. Nëse nuk jemi aktor të proceseve vendimmarrëse, nuk e kemi vendin në pushtet, e vazhdojmë betejën për opozite. Dhe mendoj, tentojmë të bëjmë opozitën, dhe Aleanca për shqiptarët në fillim ishte në një pozitë të vështirë, se ti parasoj pyetja jemi dobësua, a jemi në dobët tash, ashtu ishte, Konstantin. Për shkak se kemi pas sulme të haptashme. Gjithë arsenali i pushtetit në krye me VMRO DPMN, me krye me Vlenin, na kanë sulmuar, na kanë shpifur te mase. Është pa para, është pa përshkrueshme. Bile edhe fatkeqësisht edhe nga Kosova kemi pas sulme të haptashme. Dhe ne përsëri jemi krenar dhe jemi të dinjitetshëm. Dhe përsëri populli nisën dal ngadal të thotë kur i shef këto proceset politike dodhit që ndodhin, thonë Arben Taravari dhe Aleanca për shqiptarët pas kanë të drejtë. Pra, vërtet pas kanë të drejtë dhe me vërtet dita ditës mendoj që do rritet numri i njerëzve të cilët do të binden se vendimi ynë ishte i drejtë. Normalisht qytetarët s'kan faj me gjithë ato dezinformata, me gjithë ato propagandë negative, me gjithë ato shpifje, njerëzit në moment sa tun krijojnë një opinion tjetër. Po tash me kalimin e kohës del e vërteta. Sqarohet gjithçka. E vërteta derisa të lidh këpucët, në njështra e bën një hap. Tregon? Po, derisa del vërteta, gënjeshtra e ka pry gjithmonë botën. Tregon zgjedhje kur do ketë? Kjo varet ekskluzivisht për Mickoskit, kryeministrit, ai ka numrat. Por unë mendoj që a do mbjetoj kjo qeveri deri ditën e 28? Po unë mendoj se duhet të ketë zgjedhje, faktikisht ajo konvenon dhe Mickoskit, kryeministrit, se ai nuk varet për Vlenin as pak, varet ekskluzivisht për VMRO DPMN-s. Këtu janë dy faktor kyç. Po ky Mickoski në mënyrë kategorike deklaron që nuk do ketë ndryshime kushtetuese. Se njëra variante e zgjedhjeve ishte nëse ai vendos të bëjë ato ndryshimet kushtetuese për hapjen e negociatave, s'ka çare, do të shkonte në zgjedhje. Por varianti i dytë është që ai ka mandatin e fundit. Dhe unë mendoj që Mickoski do bëjë zgjedhje për shkak se nuk mund të mbajë këtë rejting aktual të partisë, edhe mendoj të bëjë zgjedhje që të ftojë një mandat 4 vjeçar, sepse me këtë krizë të jashtëzakonshme, me këtë vrim buxhetore për mbi 2 miliard eurosh, me shportën konsumuese gjitha ditës rritet, pra me një krizë të madhe në mes popullatës. Do thoni rrisim rrogat, por asnjëherë raporti rroga e qytetarët me shportën konsumuese nuk ka qenë më i disfavorshëm për qytetarët e kështu me radhë. Pra duhet të kthehen edhe borxhet e mëdha, pra ne marrim borxhe të ndryshme e kështu me radhë, rrisim atë vrimën buxhetore. Pra nuk mund të qëndrojë dhe ai të kërkojë një mandat të freskët 4 vjeçar derisa e mban rejtingun gjallë me atë frymën nacionaliste. Pra është një dogma që i ka bindur për momentin maqedonasit, se ato nuk shohin diçka tjetër, pra kur rrezikojnë shqiptarët ato ndjehen superior, pra ato janë mësuar me atë mendësi. Pra ne jemi të ketë barazi, po unë të jem pak më i barabartë se ti. Pra të vazhdojë supremacia e tyre. Dhe mendojnë me VMRO-in e mban atë supremaci dhe ai nëse do shkojë zgjedhje të fitojë edhe mandat 4 vjeçar, dhe unë mendoj që në fund të vitit do të ketë qeveri teknike. Dhe ka pranverë e vitit të ardhshëm do ketë zgjedhje, mendimim, po përsëri ajo varet ekskluzivisht për Kristian Mickoskit. Do vazhdoni nëse ka zgjedhje në pranverën e vitit të ardhshëm, do vazhdoni me AKI-n? Me AKI-n kishte një marrëveshje. Marrëveshja ishte që bashkëpunimi të vazhdoje derisa Maqedonia së paku të nisë negociatat për antarësimin në Evropian, respektivisht ajo i bie së paku derisa të ketë ndryshimet kushtetuese, sepse korniza është e qartë. Unë them shpesh, nisja negociatave me ndryshimet kushtetuese janë sinonime. Okej, ose në gjuhën matematikore është një konjuksion. Njëra pa tjetrën nuk mundet. Është një konjuksion matematikor, nuk shkon njëra pa tjetrën. Dhe kjo ka qenë një marrëveshje gentlemane. Zgjedhjet lokale kishin marrëveshje korrekte. Dhe normalisht dikundi ndoshta nuk ka funksionuar siç duhet, kupton, po në mënyrë gjenerale unë them se marrëveshja ka qenë korrekte dhe ka predispozita që kjo të forcohet edhe më tepër në zgjedhjet parlamentare. Po edhe për ato duhet të miremi vesh në mënyrë plotësuese normalisht. Se për zgjedhjet parlamentare duhet të bëjmë marrëveshje të veçantë, të definojmë kornizat e marrëveshjes, kushtet e reja. Absolutisht. Po marrëveshja ka qenë që bashkëpunimi të vazhdon deri në hapjen e negociatave. Edhe pse fatkeqësisht
zgjedhin Sela me tani ka parti të re, kupton, po zoti Sela me grupin e vet nuk e respektoi të marrëveshjen. Pra ato ishin zgjedhje të përsëritura, pavarësisht se e definoi Komisioni Zgjedhësh Shtetëror, zgjedhin Sela u tërhoq prej koalicionit, në komunën e Vrapçishit kishte kandidatin e vet, po edhe në komunën e Gostivarit në farë nuk mund të themi se funksionoi marrëveshja. Bile edhe mbas zgjedhjeve kemi disa komuna ku këshilltarët e zgjedhjen Selës kanë qenë vendimtar në emërimin e kryesuesit të Këshillit, sikur se ndodhi në komunën e Sarajit, në komunën e Bogovinës e kështu me radhë, që kishim një prishje të marrëveshjes nga ana e tyre. Pra. Tregom këtë ligjin e Arben Fetajit. Provocimi drejt të barabartë. Po. Se Mirë. Arben Fetaj, Arben Fetaj së bashku me disa tjerë, të cilët ishin shok tonë, pra, të cilëve ne dham mundësi të dëshmuan, ne dham fuqi vendimmarrëse. Pra ato menduan se atë shkollaj mund të jesh ministër, kupton? Pra në moment caktuar mund të jesh ministër në mënyrë të rastësishme vendar. Kupton, sa pa mund të themi, pa merita, ai mos them pa dije, kupton? Po në saj të fatit. vetë se e tha. Po dikush të shtyje, kupton? Por normalisht ato duhet të dinë që nuk mund të jenë faktor të përjetshëm, ha? Ajo është si era në një moment caktuar të bën ministër, por vetë erë një ditë të trezohet. E ke qartë? Pra ato duhet të jenë të vetëdijshëm që të jesh ministër nuk është lavdi që zgjat përjetësish, po është sprov karakteri. Sot je lart, nesër mund të jesh në hares, po njerëzit e qytetarët mund të bëjnë atë dallimin ndërmes burrave të vërtet dhe atyre të cilët kanë prosperuar duke qëndruar në hijen e dikujt tjetër. Kuptoni se jo. Dhe ne themi dhe tham edhe në foltore, po ja, ato e përjetuan atë fat. Se unë edhe në parlamentit tash u drejtova me një pyetje Arben Fetajit, pastaj ditën e njëjtë që e postova në Facebook ai do dorëheqje. Okej. Si dia ishte koincidenca jo, po ditën e njëjtë që e postova, se 3-4 ditë përpara e thash atë në parlament, se ai na quante Palaço, mua ka quhet Palaço matematikan. Unë i thash, kush tash është Palaço? Unë jam Palaço apo ti je Palaço që të hudhën në sport si leck, dhe të shfrytëzon vetëm për përdorim të njëhershëm, ha? Ai po ashtu në statusit e tij përdorte disa retorika, pra në barazim me hiqin një. Pra, po ashtu parashtroi pyetje, kush është tash hiqi, unë apo ti, që të përdorën me përdorim të njëhershëm dhe të hudhën në sport si leck, ha? Apo kur parashtonte agjendave të kujt shërbejmë ne, po tash agjendave të kujt i paska shërby ai e kështu me radhë, ha? Ligji për përgjithësim drejt barabartë, po, Arben Fetaj ishte patrion, dhe ne kishim një ligj si Aleancë për shqiptarët. Sepse një ligj që e kemi pasur përpara se të hiqet balansuesi. Dhe kur hoq balansuesi, Arben Taravari ishte ai që inicioi komisionin. Sepse Ananazi nervozoi nga foltore, por këto janë fakte, kjo është e vërtetë. Se kjo pjesa tjetër e vlerës ishte out këtyre iniciativave. Arben Taravari inicioi formimin e komisionit. Arben Taravari propozoi të dy ekspertë shqiptar, profesorët Jeton Shazivare dhe Mersin Maksuti, dhe ai ligj duheshte të hekuroset varianta jon për 2-3 javë. E kujtoj dhe jo. A këtë ente, Arben Fetaj ku na mbete, kupton? Po e përdorshin, kupton se duheshte të hekurosin. Ne pritëm edhe disa javë dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që dolën prej qeveria. Njëra nga arsyet. Se pam që ka bllokazhe. Në nëntorin e 2024 duheshte të sillim, tash jemi qershor 2026. Tek tash është procedurë parlamentare, po unë i thash nga foltorja. Jo se nuk u hekuros kjo variante jon, po u bë telef. Po. Dhe u hoqën gjitha mekanizmat. Normalisht ky ligj, se unë i thash prandaj u drejtohet me disa mesazhe deputetëve të Plenit. Me disa mesazhe se nuk është rregull kjo. Nuk duhet të lejojnë një diçka të tillë. Pse? Nuk mund të sillen ato në mënyrë fataliste. Pra fataliste ta hedhin zarin, në mënyrë ta lënë në dorë të fatit këtë çështje në kuptimin që vetë detyru të rregullohet. Pra pa mekanizma sankcionuese, pa afate kohore, pa dispozita obliguese dhe detyruese. Kjo mund të shndrojë një alibi për vazhdimin e diskriminimit. Pra nuk e kuptoj. Faktikisht me vërtet nuk e kuptoj. Unë përdora një frazë tjetër thash. Ky ligj duket si një tekst i fjalive pa folje dhe të frazave pa sintaks. Pra do thonë, do të ketë nuk ka sanksione, po do të ketë përgjegjësi. Po edhe kjo pjesë e përgjegjësisë nuk ka kallëzues.
Pra nuk parashihet në ligj. Dakor? Po. E si do ketë përgjegjësi? Pa veprim nuk mund të garantosh diçka. Nuk garantohet asgjë. Pra, kushtetuta e tyre mendore sillet në mënyrën që ato besojnë se dikush tjetër na do neve më shumë se ne që do vetveten tonë. Jo more, nuk të duan ato. Ato tjerit që e kanë përpilur ligjin, që këto e lanë të përpilun ato tjerit, karamishëve dhe kush tjetër, dakord, se të mbajnë llogari për interesat tona. Jo. Ato nuk mbajnë llogari për interesat tona pa veprim kategorik. Pra, domethënë edhe prandaj thash, prishni pak ritualet, ato thash mesazh i kam thënë në parlament. Ju sillni shtireni dhe tentoni t'i mbani disa rituale, për të mos prishur rahatin. Përdora atë metaforën me babadimrin, Venar. Thash, gjithë e dim se babadimri nuk ekziston, po ne shtiremi se ekziston për t'i bërë qefin e fëmijëve tan, po dhe fëmijët tan për të na bërë qefin neve, shtiren se ekziston. Edhe këto, ato e din se ligji nuk ka mekanizma. E din ligji se lihet vetëm vullnetit politik, sot mund kesh, po nesër mund mos kesh, mund vjen një garnitur tjetër që mos ketë vullnet politik. Dhe ato bile tentojnë të arsyetojnë ligjin për të mos e prishur rahatin momentale. Nuk mos them privilegje, po unë thash, hajde reagoni kategorikisht. Do e prishni rahatin momentale, po do e zbardhni ftyrën. Sepse zbardhja e ftyrës thash është rahati infinite, rahati e pakuvishme. Unë po të isha në vendin tuaj, do e kisha përzgjedh këtë rahatin infinite në vend të rahatis momentale. Dhe fatkeqësisht që kjo është realiteti. Hajde në fillim ndoshta mund të zbatohet, të themi se këto me vëmëra të përmenen duke në vullnet, po nuk ka garanca që në një garnitur tjetër politike nuk të zbatohet. Pasi njëjtja nuk ishte dënimi. Aktet në ligjore thënë për 6 muaj. Po bile nuk parashes çka nëse nuk sillen për 6 muaj, sikurse me jurisprudencën. Nëse nuk është bë harmonizimi i ligjeve tjera në afat për një viti. Si do të ligji për gjuhët, do përdoren dispozitat e ligjit për gjuhë. Prandaj ne themi se ligji për gjuhët duhet zbatohet. Prandaj, ku e di, është e vërtetë se unë nuk jam profesor i drejtës kushtetuese, jam profesor matematike, po ne nuk jemi naif, disa gjëra mund të lexojmë dhe mund të shohim se s'ka kallëzues dhe s'ka veprim. Dakor? Për fund, një gabim në komunikacion që ja u bëj të gjithë pyetjen për herë të parë kur vjen në emision, që ka mësu, që ke gabu, je dënu dhe ke mësu, që ta përdorim për ne publikisht, domethënë ne si popull, si mësim, mos e bëjmë. Si mësim normalisht nuk duhet të tekelojmë shpejtësinë. Po. Nuk duhet të tekelojmë shpejtësinë. Unë jo se s'kam paguar dënime, kam paguar shpesh dënime, bile kam dy herë kam paguar dënime dhe si deputet. Okej. Me hero kjo. Të shku në parlament. Edhe normalisht kam paguar aty për aty. E kam tekaluar shpejtësinë, to jam gabuar në aksidente në komunikacion. Më ka ndodhur incidente. 2 herë më ka ndodhur. Një herë që moti isha të përgatitur një punim shkencor dhe rria në zyrën time në Universitetin e Evropës Zyrindore, deri vonë në mbrëmje, për shkak se kushtet më të mira kërkon koncentrim pak më të madh dhe kthehesha vonë në Gostivar, prej tetove, ishte ora 11:30 natës dhe mbaj mend se moment pa pritmës nuk kam qenë i shpejt. Kam ndoshta 80 sa është e lejuar. Jo, ndoshta 100 kam qenë, po jo më shpejt, kupton? Po më doli një qen përpara rrugës. Edhe unë normalisht është refleks, jo se reagoj, duart reagun vetë në majt. Ktheva, nuk jam shoha bankinës, gjatas majtas, po jam shoha qenit, e di. Edhe normalisht nuk u ndala. Nuk u ndala, po i thash vetvetes se shqyr që nuk ndodhi diçka më të keqe, se në atë moment më kujtu një shoqe ime gjatë studimeve, Valbona Sabriu prej Tetove, që pësoi jetën, ajo humbi jetën si aksident me qenin. Dhe thash, shqyr zoti që nuk ndodhi diçka më të keqe, dhe se kam dalë veturën. Kur kam brin Gostivar, te shtëpia e kulturës kishte drita, aty u ndala, të shoh se kishte bën një golle te vetura që më kushtoi 500 euro. Pra ky ka qenë aksidenti vetëm që kam pas me vetur, por dënime kam paguar. Pra unë do kisha rekomanduar që të respektojnë shpejtësinë. Pra jo rastësisht profesionistët. Kishe qenë 80, do të kushtonte 300 euro. Ndoshta 300 euro. Ndoshta 300 euro, 500 euro më kushtoi, po është e vërtet. Është çështje fati, normalisht. Çështje fati është refleks, aty nuk ke kohë të mendosh. Po. Pra është Mo vash zoti ti ndodh asoj. Do në refleksi, ky ka qenë incidenti vetëm, edhe pse çdo ditë jam rrugëve. Gostivar Tetov fillim sepse profesor nuk e lë. Për vitin 2020 Gostivar Shkup,
pra të kushtot përmend që mund të vozitesh atë rrugën, do njëre të e kalojmë shpejtësinë normalisht, po mirë është të përmbahemi shpejtësisë, sepse ato që e kanë kufizuar shpejtësinë, ato janë ekspertë të komunikacionit dhe ato e dinë më së për miri. arsye. Absolutisht. Dhe nëse respektojnë shpejtësinë, unë jam tehet i sigurt se nuk të ketë aksidente. Normalisht mund të ketë të zezë gjumi. Po. Normalisht natën vozitën, unë kam qenë në krizë të gjumit 2-3 herë në vozitjen e natës dhe në momentin e parë jam dalë, jam mundu të pushoj. Pra, kjo është çështje tjetër. Edhe me shpejtësi të vogël mundohen aksidentet. Pra, mos vozisin ku janë të stërlodhur, edhe mos të kalojnë shpejtësinë. Kjo është rekomandimi im për përvojës time. Po kam goxha përvojë se Po. Faleminderit shumë për kohën. Benar, faleminderit, ishte interesant prej anës tjetër të veturës. Do me thënë, Nuk isha mësuar të vozitit. shpesh bëjmë muhabete me shokët, sepse unë zakonisht edhe kur shkoj Shkup, shpesh kam shoqëri, edhe ndonjëherë dalldisim edhe me Safe City-n. Dakor? Edhe nuk është kollaj, ha? Faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe ime.